Familjar të Bedri Hakës, i dyshuar si bashkëpunëtor në vrasjen e 49 vjeçarit Leonard Murataj me 18 nëntor në Durrës, pretendojnë se djali i tyre është i pafajshëm dhe i bëjnë apel policisë së shtetit të gjejë autorin e vërtetë të krimit. Nuk e kam vrasës, djalit tim. Ka ardhur policia në darkë, ka kërkuar djalin, më ka thonë se ka bërë një aksident. Moment, hiku policia dhe asgjë tjetër, ka bërë një aksident dhe asgjë tjetër. Shoh sot, këtë 2 javë, sonë 2 javë, që më shpall djalin mu vrasës. Nëna e tij Lindita Haka shprehet se djalin e ka të sëmur dhe natën e ngjarjes atyre ju është vjedhur automjeti pranë banesës në Nikël të Krujës. Mu makinën djalit mja kanë vjedhë. Prandaj i bëj apel shtetit të gjej autorit që ka vjedhë makinën e të gjej autorin e vrasjes, se unë nuk mund unë më hasëm një nga Durrësi. Ju viktimën Leonard Murataj e njihni? Jo, fare, as kemi punë me atë person, asaj s'ka punë me ne, se njohim fare, as djelim s'ka ka me një fata, se djelim 20 vjeç është. Djelin time kam dhe të smushëm, se kam dëmtime nga ketruni, nuk është djelim për këta punë. Po e pat vra djalja kam vra unë, se unë kam problem, mu më kanë vra burrim në 97, i djelim nuk e di se kush ja ka vra, se nuk i kam tregu. I bëj apel shtetit, nuk është Bedri Haka, autori krimit, ati, se nuk i di asemin ati prej Durrësit. 20 vjeçari Bedri Haka është shpallur në kërkim, ndërkohë që gjykata e Durrësit ka vendosur ndaj tij në mungesë arrest me burg. Vrasja e 49 vjeçarit Leonard Murataj ndodhi mbrëmjen e 18 nëntorit, kur Murataj, i dënuar më parë për vrasje, u qëllua me plumb në kokë. Paraprakisht, policia dyshon se krimi është kryer nga 2 persona me motiv hakmarrjen.